Shfaqja e Engjëjt është një krijim si odhise plakut i përpunum dukshëm ose i sjellun në rrethanat e Kosovës nga në këtë rast dramaturgu Naser Shatrolli, pastaj në regjitë e Naserit është një monodramë e luajtur në mënyrë brillante nga Bafi Reti. Me këtë shfaqje e pat një rrugtim të bukur në Tiranë, në Korçë, pastaj erdhi në Kosovë në Gjakovë dhe kudo më mirë se në përmbyllje të monoaktit festivalit të monodramës të vjen në Prishtinë në këtë tempull të arteve skenike në Dodon dhe nga këtu të del me shpërblim. Publiku e priti mirë, pat emocione, shfaqja trajton temën e fëmijëve të zhdukur. Është një ngjarje shumë emocionuese e cila është luajtur me një estetik të hatashme të Naser Shatrollit, me një skenografi e cila bëhet pjesë e lojës, e mizanskenimit edhe energjisë të hatashme që Bafi Reti e sjelli sonte në drasat e Dodonës. U lutesha kriminalëve me fjalë të përlotura, me bajtime, me të bërtitura, doja që të bindja brasësit. Shfaqja sonte ka qenë një lloj reflektimi, një farë lloj reminiscencë më i me thonë, për shkak se na ka rikthyer një moment që është shumë i prekshëm. Fëmijët e zhdukur gjatë luftës është temë kogja e prekshme për KD, jo vetëm për ne që kemi qenë viktimat luftës, po ma shumë po fokuson të loja, ka qenë jashtëzakonshme aktoria. Më pëlqeu shumë për shkak se mënyra se si është sjell një dramë e tillë është sjell në mënyrë abstrakte. Unë e du abstraktin shumë si pjesë e pandashme e teatrit, edhe mendoj që përmes këtij fenomenit më të komplikuar, por e komponuar në një mënyrë të jashtëzakonshme që është dhe me bon Naseri, na bën krejtëve që në undi si pjesë e pandashme këta asoj loje, asoj mizaskene që ndodhge brenda skenës. Kështu që sëm lavdate madhe për Naseri, në mendoj që me shumë merite fitoj për shkak se shkoj shumë shpejt e gjitha e ku për cilën dikush kishte thënë që një orë e gjysmë ka me zgjat një monodram, është diçka që do këty shumë, por që dhe që tjetë me një lojë tillë, me një kompozicion të tillë, muzikë dhe dialog, ke jashtëzakonshme. Unë më thonë që këto vepra janë kogja të veçanta, edhe loja e një aktori në skenë, mendoj që shumë e veçantë. Publika me gjitha të duart rëkitje e shpërbleu më së miri që është e mundur një regjisor, një talent dhe një fesar, siç është Naser Shatrolli në teatrin Dodona. Marja më mbullof, dhe ka për të më mbuluar, në varin e komive të mi kam për të mbuluar skuqjen time me duart e mia. Teksti i Odisej plakut në regjitë Naser Shatrolli dhe aktoria Emir Dior nga Vlora që jeton dhe vepron në Atinë, edhe jo ka shkëlqyer emocionet, ka shpërthyer gjithandaj sallës, loja e aktorës edhe pjesa e regjisurës ka komuniku me publik, çka unë preferoj edhe adhuroj edhe një knaqësi të posaçme kur shfaqja komunikon me publik.